i shtabit përgjithshëm. Pse? Kush? Për shkak që me një farë forme nuk është lezuar edhe në strukturim të UÇK-s me një farë forme, se UÇK-ja ka qenë e orientuar ta luftoj Serbinë me një farë forme, forcat serbe. Azemi se ka luftuar Serbinë? Jo, Azemi ka nejt ma shumë në përkarika në është të Tiranës, atje sa kanë unë në luftë kur Azem Syllin se kum pa. Deri në fund kom qenë në UÇK, kur Azem Syllin nuk e kum pa në luftë me një betejë caktuar me UÇK-s. Dhe ja thëmë publikisht, unë për vete së kom pa, në është të dikush tjetër ka po. Po është akuzeron, po që... Jo, po e thëmë publikisht, a i me siguri mjef mu. Po elementi caktuar është që ne duhet largohem për këti elementi. Serbia ka me tentu me fut elementin e thikës brenda grupacione të UÇK-s. Po ne duhet vedisohem, ti skudzën me thonë për X Hoxhën për shembull, me thonë që u konë pjesë e Serbisë ti që u vraje Hoxhën, pa pas asnjë fakt për shembull, nëse ka ndodhur ai rast. Me një farformë, ne duhet të ikim për këti elementi, ne duhet shlirohem për i... E kjellë një deklarat interesante, nëse s'ka përjnë në të vëtëgazin, ka thonë që Nikola Santunovici mund tjetë njeri i bijas. Po, kjo u shtlezua absolut... Pse? Po, ata e kanë rejmëre? Njerës për shembull që nuk kanë dioni me vlerësu situacionet të caktuar. Pse më ndonë kështu? Për shembull, ne është ofendimi më i rëndë. Ne kemi pas kërkesa edhe ma herët që Serb shkojnë të varezet e jashareve edhe të kërkojnë falje para... Po, janë në mishën teme ka po shqipuj. Vetëm një sekund. Po gjak i fëmive, unë të Drenicakt, më vjen inati qysh ka mundësi një Serb me lonë, për shkak të fëmive, sabive që në vrati pe i dorë servis. Te len një Serb, një njëjt i kriminum, Sadulovici kini me pa edhe avokati ti, edhe njërës të ti që kanë qenë një pjesë. Ku është avokati ti që e mbronë ato? Ne japim një strukturim, ne jemi shumë human ndaj gjenocidi, nuk udhëzojmë asnjë njeri. Ti se kilon me shku Ibrahim Rugove me shku te Vorja dhe Mjasharit. E pelen një Serb e shkon aty, çka është kjo element faktikisht? Çfarë kombëtarizmi është kjo punë? Pelen Serb pi Serbie po vjen edhe po shkon para fëmijëve aty. Mund të shar turp, në Dugazhin ky sen nuk ndodh. Ju garantoj me krejt qenin që akon faktikisht mbjekës Pidranicës, po të kishë ndodhë kësë në Dugazhin kishë pasoja maramense. Në vjekes për këti elementi që ka ndodhë Drenicës, sepse kam shumë shokë Drenicës, edhe bashkë luftarë Drenicës, edhe që jenë vra, kam pas shumë shokë, andaj është ofendim i fëmijëve që jenë vra në familjen Jashari, shkon një Serb aty dhe kishë përkuna faktikisht para... E kjo ajo që e kanë rejtë më humë, qëka ka qënë? Une, si pas mentimit tam, krejt është një montaj fake e sistemit të Serbisë, të cilët e kanë arsyetu edhe elementin, ju patë edhe rastin Banska që ndodhi pikrisht, se Serbia taktizon me elementet diplomatike edhe pjesën politike edhe ato ushtarake, andaj kena me pas i ekspert që Serbia din me taktizu akoma. Çka me doni me që po donin tek zhvillimet e fundit shkurtimisht se i kam edhe mosafer pro paskete shumë speciale, shumë interesant. Për hapjen e pikave nga kfori pikave domethënë që janë mbyll, që kanë qenë pika ilegale në veri. Po, ne kemi kërkuar nga Ministri i Punës Brendshme një 2 pika që vetë Ministria e Punës Brendshme i ka mbyll, dhe njëkohësisht disa ditë, ta them, e ka hap para se më ndodhë rastin Bansk, asnjëherë Ministri i Punës Brendshme nuk është dalë me një komunikim ti përgjigjet opinionit dhe gazetarëve të caktuar pse janë hap këto pika. Në çeto pika, grupet radikale 2 ditë para se më ndodhë sulmi janë hap pika. Po 2 ditë para se më ndodhë sulmi, domethënë faktikisht në atë njëjtat rrugë janë fut grupet. Kush i ka hap ato? Me siguri ministri apo thonë? Tash ministri është përgjegjës për shkak se Ministria e Punës Brendshme i ka mbyll. Le thot ministri që kfori ka hapur, dhe jemi okay në rregull, le ta fakturojmë element. Asnjë element nuk e ka thonë deri me tani. E tash pse janë hapa ato pika? Po e na për shkak se tash ka një zhvillim tjetër në veri. A mund kemi një bonska dytë? Jo, absolut, për shkak se tash është një kontroll më rigoroz, sa i përket elementit vijës kufitare. Çish kontroll rigoroz me hap pika domethënë legale s'po? Jo, shiko, në elementin strategjik që unë marr pjesë në disa takime edhe me kforin natën këtu në Kosovë, jam asistojnë shumë situacione sa i përket këtij elementi. Kfori ka rrit një kujdes më të veçantë sa i përket ka një autonomi hala më të madhe sa i përket policisë Kosovës, me një farë forme ka rrit ekuilibrin e vet kontrollit dhe për shkak se ja garanton elementi i sigurisë, andaj policia Kosovës e ka një mbikëqyrje më të lehtë për shkak se kfori ja kryen një detyrë shumë më rigoroze sa i përket vijës së kontrollit kufitar me Serbi. A i ftën se edhe ashtu s'po sporrin rahat mbrapa janë. I kemë sonte special. Njëri ka punu realisht si oficeri i UDB-s,
por kam veç shqiptari vërtet. Ai ka qenë shumë herë në emisionin tim. Vjen nga Çegroni, me neve sonte është na fe Çegroni këtu me Eduard të ditë të Alo, sa na vej? Të një qeta. Mirënoma mi se edhe, faleminderit shumë që erdhe. Faleminderit e ju. Faleminderit shumë. Të një qeta, si jeni, shiqyrë që jeni me irë. Mirënoma mi se edhe, basa na vej. Mirë se u gjeta. Faleminderit shumë që erdhe. Pa tjetër. Sonte kemi një panel interesant. Gëzo. Jam me ftu se e ka marrë një musafir tjetër, edhe ai dikur ka punu për UDB, se çtu kanë qenë me thonë shqiptarë UDB. Ka qenë më herët në emision me ty e bashkë, po është mik i emisionit tim, me neve sot është Fatmir Shehundi, me prismi me Eduard Davidin. Roma, mi se jelle. Mirëmama, ku je kryetar? Një gjallë, tim shkupi. Allah razë valla si je ku je. Të një qeta, Zotin na fesi je ku je. Jeni pak ngusht po mami shqiptar të bashkuar. Po, ngushte... me irë jemi. Una ngusht. Afro në pak, pas e na afro në ma ngëshi. Po, këta u të boshat shtu. Po, faleminderit shumë që erdh. Falënderit edhe ju. Në ky pëlqej prezantimi? Jo mo, po nas jena u të bosha. Po jo, keni Edhe punë ti kur pe bën kështu këtë farë, tani atje ta këshyrin emisionin 200-300.000 vetë, mos harro që Bacinafe i takon një plejade tjerë zakonshme, edhe kjo është njëri sakrificës, jo i udbës. Këto udba e ka dënuar me pushkatim. E vërtet, po e thashën e? Edhe Kam veç shqiptari jo, vërtet. tha oficeri i udbës, edhe Po, kam veç shqiptari vërtet. Edhe mu paraqite udbash, jo rëmbur, na kënë punu sekretariat punëve të mërshme të krajinës socialiste autonome të Kosovës. A më thonë shek se ti ma shumë ke punu shek se nuk. 2 vjetë e gjysë këmë punue në të farë sekretariatit punëve të mërshme të këtëneshët, e 8 vjetë në shek, ma kalaje me më honë shikot, se u të bash. Are dhe ka dalë sonde. Edhe pse kam kryetarin këtu të bordit, kështu që... Shiko, vetëm një ndërhyrje me zëmjot, që një 17 viti jemi bashkë, llogaritë po ta kisha konstatuar unë që Fatmiri është pjesë e udbë se a kish gjetë Fatmirin. Me një pjesëtar tu që se a kish gjetë. Kështu që e demantoj... Apo po veç të thua që ka posa në gjëkë Shiko, pjesëtar. sa i përket e demantoj çdo celul prej momentit kur e njohën e Fatmirin, deri me tani e ka dhënë një kontribut të çmueshëm në institucione përkatëse, ja ku më thonë publikut më herët, për shkak se duhet me pas shumë kujdes çka po deklaron me emër. Tanë ajo të ku më thonë, në moment kur ne atakoni njëri duhet me fakte, jo çka shkruajnë mediat. Çka kanë shkruar mediat për Ibrahim Rugojën, sa kanë bëu të bashkë, kryet të bashkë. Alate vet tash na menis mos mi fol tjerëve është e pamundur. Me një farforme Fatmiri është me mund rregull që një 17 vjet. Çka ka bëu para 17 vjet anej, unë nuk e di.